Ndërmjet relikeve të një tradite kulture mira vjeçare, në Shkodër i veçantë është edhe rituali i dasmës. Të dashur vllazërit e mi, ju e dini që tashmë ka ardhur vakti që ta martoj vajzën, se dita jashtëdatë është 2 vjet. Me këtë ndarje të punëve nga trueza e burrave nis gjithçka për javën e madhe të kurorëzimit të dashurisë së një çifti. Në Muzeun Historik të qytetit u organizua aktiviteti Dita e Pajës, ku u sollën me detaje traditat e përgatitjeve që nisin një javë përpara dasmës. Është një edukim më vete dhe është një ringjallje, pse jo nuk më them që mund transmetohen 100% dhe mund të përdoren ditët e sotme 100% të tradita, por shumë rëndësishme të njohim rrënjët tona për të ditur se kush jemi dhe ku do shkojmë nesër. Tradita vazhdon. E ndonë se kohët kanë ndryshuar, sërish përgatitja e pajës mbetet e veçantë për çdo nuse. Nuk ka ndonjë ndryshim se të tana kërkohen, gjithçka kërkohet, çarçafi, mbulesa, qendra, gjithçka kërkohet, peshqishe që i bëhen dhuratat, si quhet vjerrës, vjerrit, janë të tana akoma vazhdojnë me të njëjtën gjë, mund të ndryshojë materiali, po jo kjo. Dikur pjesë e grupeve muzikore, edhe sot Muhamet Shurda nuk i harron këngët që dikur këndoheshin. Një prej perlave është Për mu pas ka ken kismet. I ptida du me fillu jare. Dasma shkodrane mbetet një mozaik i gjallë zakonesh të muzikës dhe krenarisë tradicionale shqiptare.